Santi? Unë e mas parë du me vetë qysh e ki emrin komplet. Po, se Gjiban, aty në Tetova, të ka ra me shku nërë? Jo. Se ti me shku në Tetova të bojnë Gjiban o Gjiban? Gjiban o Gjiban, kështë atë Gjibojsh. Gjibani, Golden Bani, Arbani. Arban e kam emrin. Arban e kam emrin, Arban për Lala. Për Lala mbi emri. Me origin nga... Mirditoria. Mirditoria. Po, Mirditoria. A e kuptove? Po, ason e shumicën e këtëve artistave që i kanë këto nickname-at, që i kanë këto emnat artistik, nuk ja o di emnat të... Shkefaj, ka qenë koha, kjo emër, do më thëmë, kjo pseudonim artistik më ka ngellë qësh në vitet 2000, që kam fillu më marrë me rap, edhe që banë G, si je G, u përdojrë dhe kjo G, a kështu si titull një Joshi Warren G, Snoop D, Double G, edhe Gjibani. Gjibani, po, ani shumë mirë, ti e ke përshtat mirë, është interesant kjo puna e Gilit këngëtarës tonë të milionë që e përshëndesin. E kishim të Bigu e përshëndesin. E kini pas të Bigi, po. Po edhe Gilin edhe Redonin. Fevzije Kunusherci Gili. Po, kjo është nickname, kur ka qenë i vogël Gili, ose diçka qashtu ka qenë që përqenë dhe i ka me qashtu sa jo. Para se mu bo artiste, para se mu bo këngëtare, e kanë thirë Gili. Interesante, nuk e dhja. Që na stancionin e thirim Naser, këtë palidhe, i ka me qashtu që me bu. Gjiban, qa kemi të reja? Qka po ndodhë në Tiranë, në Shqipëri, në estradën shqiptare? Estrada shqiptare, me thënë drejten, është okupua, është pushtu nga një klan një caktum, edhe asë nuk len njëri me hy, asë nuk len njëri me dal. Se po duket sikur ca talentet mira që dunë mu fute, nuk po flasë për vetën time, se unë jam i hershëm, po edhe ca të ri që dunë mu fut, po e kanë pa mundur, po duket sikur edhe disa janë lodh, edhe bashkë dunë me elan, po s'po munen as me elan. Sikur me kaq vite karrierë që kanë për arsye se në Shqipëri mungon kjo legjislatura e drejtave të autorit, edhe është dasht shumë prej artistëve me tanë të superhite që i kanë është dasht veç me net me bo pushime, edhe mu pagu disi me drejtat e autorit që ju performohet këngë në për lokale. S'po munen me lanë, po duhet me punu akoma me sapërtu financat e familjen. Kjo është gjendja. Njëti kemi edhe na në Kosovë këtë problem edhe është gjëna. Ati sa komponimet e jënë, sa tekstet e sa... Ato e në drejtat autorit, o përkutën, se cila radje që t'i lëshën t'y dikon në kretë Evropën, në këtë botën e. Se ta shkongë Shqipe po në digjonë edhe në Zvicrë po bon... Mësa preftar Mikullafin po marrë shembull për shembull Suedin ose Greqin që kam jetu në këtë dy vene, se në Angli nuk ka se jam marrë shumë me punë e muzikës, po në këtë dy venet e tjera, ka nga jote edhe në dasëm bë mu luit, a i vjen dikush edhe deklaron një playlist, e ti duhet ta deklarosh atë playlistën, edhe është një organ kompetent që merret me këtë punë. Edhe ti e pagun një përqindje, kjo përqindje u shpërndahet Robertit, Banit, tjetër, se cili si mas... E vërtet, në Shqigoslavie kemi pas Sokojnë, edhe gjithë muzikantat, këngëtarët, kompozitorët, ato e ka përjetu baba jonë, babi jem edhe i Polit edhe i Patriset, se i kom qunat në benda të vëllezet. Dhe më thonë, në qeshor ka qenë koha e tanë tjemave, kur shkejke mami e ndjera, ajo shkejke mimar ato në qeshor, 18 mimar, ka 20 mimar, ka qenë mbledh gjitha komponimet, qenë në shunë gjithë Jugoslavin të babajtim. E ma ato lekur në 17.000 ja jepsha familjes, 1.000 mersha për veti, edhe ma dhe, ja jepsha shto 1.000 këtëve, 17.000 mersha për veti. Si përdorë, se kurios jam me ditë. Po atër në atë ku këmë qenë i vogël, i këmë shuvi qkarit. Okej. Blejsha bicikleta, motora, që sërë po. Okej, nice.